Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sonte për tematika të cilat janë interesante për të trajtuar dhe njëkohësisht të dobishme. Fillimisht do të flasim për përvojën e një nga mjekët shqiptar i cili vepron dhe jeton në Sloveni, për përvojën e tij në fushën e mjekësisë atje, dhe njëkohësisht do të ndalemi në disa nga sëmundjet dhe patologjitë që më së shpeshti ato apo diagnozat që më së shpeshti ato i hasin dhe se si trajtohen atje. Sigurisht mund të bëhet dhe një krahasim në mes të sistemit shëndetësor në vendin tonë dhe një sistemi shëndetësor në një shtet tjetër siç është Slovenia. Nder dhe kënaqësi që sonte të na nderoj me praninë e tij, ai është pediatër me profesion, doktor Rushit Salihu. Përshëndetje doktor, mirë se na erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Çdo herë kënaqësia jon kur vim në vendlindje të jenë mysafir në shtëpinë tuaj, këtë herë hera e parë. Shpresoj të jetë edhe më e shpeshtë, mos jetë e fundit. Kështu që të ndajmë përvojat tona edhe eksperiencën që kemi kriju në shtetin sloven, pikërisht në Ljubljanë. Faleminderit shumë që na keni nderuar dhe faleminderit për kontributin që jepni edhe për shqiptarët që jetojnë atje. Fillimisht, përpara se të flasim për fushën e mjekësisë, dua të dim pak më shumë rreth përvojave të juaja që i keni në Ljubljanë, konkretisht në Sloveni. Tash për të folur për përvojat duhet shumë kohë, sepse edhe nga vetë fakti që nga mbarimi i studimeve në Tiranë në vitin 98, fill mas 3 javësh kam udhëtu për në Ljubljanë, si çdo mjek i ri, pas një përvojë, pas një eksperiencë, ku shkon, çfarë do punoj, si do veproj, domethënë edhe kështu me radhë fillum nga e para në Sloveni, spari me nostrifikimin që falë Zotit atje kam qenë edhe studenti i parë që kam nostrifikuar diplomën nga një universitet ose fakultet i Shqipërisë. Nga kjo përvojë mund të them që kam pas nderin që kam qenë student i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, të atëhershëm tash Universiteti i Shkencave të Mjekësisë, siç e emërtohet tani. Domethënë fakulteti jon fatmirësisht ka qenë shumë më i avancuar edhe nga pjesa praktike, edhe nga pjesa teorike që atëherë ne kemi zbatuar në Tiranë sistemin e Bolonjës, që shumë vite më pas është aplikuar, domethënë në shtete tjera, po edhe në Sloveni, ku edhe veproj që tani. Kështu pastaj kam filluar stazhin ditësor që i themi në atje sekondariat. Nga viti 2003 shpejt kam filluar specializimin e pediatrisë, që e kam mbaruar me sukses mas 5-6 vitesh, edhe domethënë nga i fillim kemi qenë të kyçur në çdo fushë, nga pjesa e urgjencës, domethënë mjekësia urgjente e përgjithshme në fillim, pastaj çdo herë e çdo vit më andaj, domethënë e profiluar, e specializuar, e ngushtë lidhur me fushën e pediatrisë, ku edhe tani veproj dhe punoj. Një nga përvojat që mund të cek puna ime gati 5 vjeçare në qendrën e urgjencës pediatrike, që me rihapjen e këtij sistemi të trajtimit të mjekësisë primare, sekundare, kam pas kënaqësinë të jem një nga mjekët e parë në atë spital, që është një ndër spitalet numër 2-3 në Sloveni, në spitalin e përgjithshëm të Celjes, që është sekundaro terciar tani, llogaritet. Kam vepruar nga fillimi deri sa u konsolidu qendra urgjente pediatrike, dhe kjo do ishte një përvojë që dash Zoti bi në vesh të duhur kjo biseda jonë tani, që atë përvojë ta sjellim këtu, sepse kam folë dhe flas dhe do të flas pa mjekësi primare, që do të thotë pediatrie, në shtëpitë e shëndetit ose mjekësia primare, mjeku familjar, ginekologu, domethënë në trajtimin e nënave, shtatzane edhe patologjive të ndryshme. Pastaj këtu
që trajtohet, imunoprofilaksen, mjekësia e shëndetit publik. Tek na këtë detyrë e ka mjeku familjar ose pediatri, na bëjmë krahas trajtimit të patologjive, të përditshme, edhe atë zhvillimore të foshnjës dhe të fëmijët, nga lindja deri në moshën 18, për shkak të uljes së natalitetit, këtë moshë e kemi rrit diçka deri në moshën 19 vjeçare, sa që tani kemi bërë edhe një ndryshim tjetër, vitet e fundit, që kemi fut edhe mjekësinë krahas pediatrisë, është edhe mjekësia shkollore, edhe mjekësia adolescente dhe studentore, që do të thotë kemi edhe di kontrollime sistematike të çdo studentit. Varësisht nga profili që zgjedh të studioj të punoj, kemi kontrollime sistematike që i themi të profiluara për profesionin që po të marr shembull, në rast se futet në fakultetet e shkencave mjekësore, siç është mjekësia përgjithshme dentare, ku di çfarë, fakulteti i shkencave të, motrat medicinale, mami që i thonë këtu e këto, është trajtim, kontrollim sistematik i përshtatshëm për këto profesione, si dhe imunoprofilaksat që të marrim për shembull vaksinimi krahas vaksinave tjera bazë, të domosdoshme edhe vaksina e hepatitit. Kështu që këtu do kisha thonë ato. Pastaj një përvojë që jo e vogël e trajtimit të mbipeshës tek fëmijët dhe adolescentët, trajtim familjar, siç mund ta emërtoj, që kemi qenë, të kyçur në një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, në mbikëqyrjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, dhe na që kemi qenë, të kyçur pjesa dërmuese e shtëpive të shëndetit, që falë Zotit Slovenia këta shtëpi shëndetit i ka mbajt, i ka rujt dhe i ka zhvillu, sa që jemi shembull për Bashkimin Evropian. Sigurisht. Megjithatë, unë këtu dëshiroja pak të ndërlidhem në pjesën e sistemeve shëndetësore që dhe ju i përmendët. Sigurisht që keni informacione dhe se si funksionon sistemi shëndetësor në Maqedoninë e Veriut, nëse bëhet një lloj krahasimi në mes të sistemit shëndetësor në Sloveni dhe sistemit shëndetësor këtu tek ne, ka shumë dallime apo ka ngjashmëri? Ka shumë dallime, ka edhe shumë ngjasi. Po do të kisha potencu atë që thash në mes të prezantimit tim të shkurtër, do me thonë, pa mjekësi familjare ose pa mjekësi primare, nuk mund të kesh një mjekësi të mirëfillt në një shtet. Dhe aq më shumë sa Maqedonia e Veriut, ku, do me thonë, shifet edhe nga harxhimet e mëdha në mjekësi, ndërkohë pakënaqësinë e pacientëve, korrupsioni i madh, paregullësit, edhe në pajisje po dashe, edhe në menaxhimin e politikave shëndetësore, domethënë ka shumë për të dëshiruar. Sa që nga ky aspekt ti sot po të flasim për spitalin klinik të Tetovës, që lë për të dëshiruar të emërtohet spital klinik, se duhet për të qenë spital klinik do të ketë shumë reparte dhe klinika brenda spitalit, kështu që këtu nuk flasim për klinika, po të them klinik pediatrisë, ose klinik të urologis, ose klinik të ortopedisë, ose klinik të kësaj, dhe me thonë nuk kemi reparte, apo diçka edhe me një nivel ma, dhe me thonë, sa përsi e faqe, ndërkohë që kemi universitetin ose fakultetin e shkencave të mjekësisë që mbështetet në këtë spital. Dhe me thonë, këtu shifët ato mangësit, lidhjet. Dhe me thonë që spitali i Tetovës duhet edhe me çdo e mos ta marrat statusin e vetë që e meriton dhe do ta meritonte që t'ishtë krahas fakultetit të mjekësisë, dhe me thonë me institutet
apo stafate, apo që të filloj të konsolidohet si një spital i mirëfillt, sekundar o terciar, rajonal dhe ndoshta edhe më gjarë, duke marrë parasysh edhe popullatën tonë, edhe me pozitën që ka, domethënë, po të themi edhe koridoritet që lidh shtetet fqinje, domethënë, një qendër diagnostike e trajtimit të sëmundjeve të posaçme, domethënë, kjo do ishte një çështje më e rrumbullaksur që të mbaronte kampusi i mjekësisë. Po në Sloveni ose konkretisht në spitalin ku ju punoni, si është i ndërtuar ky sistem? Në Sloveni ky sistem është i ndërtuar, domethënë, shumë mirë, ka problematika, s'diskutohet, ka nevojë për reformë mjekësia, por është një çështje që sa i përket trajtimit të pacientit, kur vjen pacienti tek dera jon, e merr shërbimin e merituar që i takon në çdo nivel, në çdo hallk të sistemit shëndetësor, nga ai fillestar deri tek ai superior, ashtu quajtur terciar. Domethënë, pacienti nuk mund të shkojë direkt në spitalin terciar ose në spitalin Nën Tereza në Shkup ose në spitalin klinik Tetov nga një zonë thellë malore, sepse mjeku diku nuk punon ose orari nuk respektohet ose domethënë nuk ke shtëpi shëndetit ku të shkojë pacienti, pastaj të filloj trajtimi dhe triazhimi i pacientit, domethënë nga periferia deri në qendër, apo edhe kur të flasim në spitalin klinik, domethënë nga pranimi i pacientit, jo më të merret familjari, po të merret personeli mjekësor. Edhe ne mos të harrojmë një çështje që ne atë në Evropë kemi, edhe në Sloveni fatmirësisht e kemi, që na punonjësit mjekësor të jemi në shërbim të pacientëve, jo pacientët prona jonë ose pacientët të jenë diçka tjetër, domethënë që të ketë ato mundësitë e korrupsionit edhe ku di çfarë. Kuptoj. Të ndalemi pak tek sëmundjet ose patologjitë, le të themi diagnozat më të shpeshta në klinikën pediatrike, me cilët përballeni më shpesh? Tash sa i përket patologjive më të shpeshta në pediatri, domethënë do të kisha veçuar që mbizotrojnë viruzat apo infeksionet sezonale nga viruset që janë endemik në çdo sezon vjetore, siç është gripa, siç ka qenë edhe Covidi në atë kohë, domethënë edhe virozat tjera, domethënë e ashtu quajtur varicella, frunthin fatmirësisht shumë rrallë kemi, domethënë, po janë domethënë as s'kemi arritë edhe ti trajtojmë si epidemi, pavarësisht se trajtimin këtu protokollin e kemi jashtëzakonisht të rreptë, domethënë nga që është edhe përhapja e sëmundjes shumë e shpejtë nga pacienti në pacient, edhe triazhimin e kemi jashtëzakonisht të mirë detajuar, sa për ilustrim, domethënë tani para se me ardh një javë ditë, kam pas një alarm epidemie të frunthit, saqë ka qenë çështje komunikative, domethënë gjysore trajtimi, fëmia ka pas dyshim të varicellës, edhe prindi gabimisht e ka emërtuar si frunthi, edhe në çerdhe i jep lajmin se fëmia im ka shenja të frunthit, edhe më njëherë nga ky aspekt, domethënë hapet llamba e kuqe, si të them, alarmohet Instituti i Shëndetit Publik, mjeku që e trajton fëmijën, fatmirësisht kanë qenë të dy pacientët, kanë qenë pacientë të mi, edhe më njëherë kemi filluar komunikimin përmes domethënë kanaleve tona me Institutin e Shëndetit Publik, edhe me një anë, domethënë kemi tentuar diagnostikimin e fëmijëve, a kanë frunth apo s'kan, dhe në hapin tjetër, në rast se kanë, të bëhet
detektimi i gjithë kontakteve që ka pas raste edhe me polici i kemi kërku personat që kanë qenë në atë moment në atë rrethin e ngushtë dhe rrethin dytësor, si që themi, dhe më thonë që mos të bëhet ajo përhapje shpejt, dhe më thonë të bëhet izolimi i rasteve. Dhe më thonë kjo çështje ka zgjatë kati 4 orë nga puna ime që kam punu me pacientët tjerë, në mes jam marrë me telefonata, me koordinim me gjitha këto institucione, që në fund kemi ardhur në përfundim që alarmi ka qenë i rreshëm, dhe më thonë Ka pasur varësi. Ka qenë komunikim, po e përmenda vetëm për shkakun se si që funksionon protokolli dhe sistemi, dhe gjona duhet tjetë e menaxhume edhe në fund edhe prindi të marrë lajmin kthys, e kemi thirrë në fund që pa merak fëmia juaj nuk ka frunthin, edhe ka qenë gabim që e keni kështu, domethënë ata, edhe kemi orientu edhe Institutin e Shëndetit Publik që a do jepet lajmi në atë aspektin nacional, kemi dyshim në një zonë të caktuar, apo edhe hapat e mëtejshme. Edhe nga ky rast, domethënë bëhet edhe riedukimi i personelit të çerdheve, apo edhe prindve përmes institucionit të çerdheve, që sa më mirë të menaxhohen dhe të koordinohen këto raste. Po edhe kur janë të rrejshme, po nga vetë fakti që fatmirësisht ka qenë i rrejshëm, po ka tregu që funksion protokolli, sistemi shëndetësor funksionon në mënyrë të përpikt, sa që kemi pengu edhe kemi parandalu, domethënë, gabimet të tilla, domethënë që të bëhen. Domethënë, ky do ishte një shembull se si po virozat janë ushqimi jonë edhe ajo puna jonë që si ti themi si mjek pediatër, mbi 60% mbizotrojnë virozat, atë siç thash sezonale, tani vijnë vera, janë, domethënë, një ndër problematikat edhe me ardhjen e mërgjimtarëve do të kisha bile tani kam pas para se me ardh një telefonat nga Ljubljana, dikush nga Maqedonia ka ikë në Sloveni me fëmijët e vegjël, edhe nga, do të kisha thënë nga pagujdesia, nuk ju kanë dhënë lëngje fëmijëve sa duhet me pi, tanë kohën kanë qenë të ekspozuar ndaj diellit, edhe kanë me dyshimin tim, domethënë fëmia ka atë të ashtu quajturën sulmin diellor, që është një ndër urgjencat më të shpeshta edhe më të rrezikshme në mjekësi, domethënë në kohën e verës. Fëmia nuk duhet të ekspozohet direkt diellit, posaçërisht fëmia foshnja nën 1 vjeçare, kur akoma nuk e ka të mbyllur kockën në kokë, ose ashtu quajtura fontanela, domethënë nga këto lëndimet, pirja e lëngjeve, hija, edhe mbikëqyrja nga fëmijët. Çdo herë këtu kemi edhe atë broshurat që u japim prindve nga lindja, që gjatë transportimit, gjatë rrugtimit me fëmijë në këto mosha të rrezikshme, po nuk flas vetëm moshën në 1 vjeçare, edhe moshat më të rritura, kanë pas raste që kanë pas ato problematikat e të ashtu quajtur sulmi diellor, po janë dëmtime shumë të rënda, edhe mund të sjellin edhe dëmtime të papranueshme me jetën, domethënë që edhe trajtimi si do të ishte këtu, fëmia të hiqet nga ekspozimi i mëtejshëm nga dielli, hija, konsumim të lëngjeve të freskëta, jo të ftohta nga atë aspekti nga frigoriferi, siç edhe kështu, me kompresa të lakta, domethënë të ulët temperatura e jashtme, edhe nga pirja e lëngjeve temperatura e mbrëmshme, ka raste që edhe fëmia në pjesën më të madhe kërkon edhe trajtim të specializuar në qendrat e posaçme, siç janë qendrat e urgjencës pediatrike, apo edhe spitalet, edhe mbikëqyrje, që mos të vinë deri tek të ashtu quajtur konvulsionet nga prekja e diellit, apo nga temperatura, se këtu fëmia nga rritja e menjëhershme e temperaturës,
do të thonë ka edhe dëmtime tjera, ndoshta edhe atë trunore që do kisha potencu. Pastaj janë, do të thonë, alergjitë nga dielli, intoksikacionet edhe shumë. Përmendet doktor pak më herët edhe mjekësinë shkollore, mjekësinë adoleshente dhe atë studentore. Të flasim pak për këtë sistem, për ta kuptuar edhe ne se për çfarë konkretisht bëhet fjalë, për çfarë patologjish, me çfarë çrregullimesh konkrete merret mjekësia shkollore për shembull? Sa i përket mjekësisë shkollore, është një fushë, fatkeqësisht që tani edhe Slovenia, siç nga kursimi i kuadrëve janë dhe do të thonë që kuadri të jetë sa më i gjithë përfshirësh, e hoqëm të ashtu quajtur specializimin e mjekësisë shkollore, që ishte vetëm për patologjinë e moshave shkollore. Tashi këtë problematikë e trajtojmë ne në fushën e pediatrisë nga 0 deri në 19 që thash, edhe plus tani në kohën e fundit atë mjekësinë adolescente studentore, po sido që tjetë, jemi të përgatitur profesionalisht edhe me gjitha protokollet që të trajtojmë edhe këto patologji, krahas parandalimit që kemi kontrollime sistematike, po të marrim tash domethënë nga rikonstruimi i domethënë kontrollimeve sistematike, gati në çdo 2 vit, parafërsisht ka çdo fëmijë shkollor ka kontrollim sistematik. Përpara ka pas në klasën e parë, tani ka në klasën e dytë, në klasën e 4, pastaj në klasën e 5 ose 6, në klasën e 9, kontrollim sistematik, në vitin e parë shkollës mesme ka edhe në vitin e 3. Pastaj edhe një kontrollim sistematik apo 2 kanë edhe fakultetet e posaçme. Domethënë këtu merret nga parandalimi për çdo moshë të patologjive që mund të kështu. Çdo moshë kemi trajtimin e posaçëm edhe për mbipeshën, që është një ndër problemet në rritje, saqë sot mund të themi, në këtë moment që flasim, mund të themi, domethënë, gati numri i mbipeshës tek shkollarët dhe adolescentët edhe studentët është gati diku mbi 25 deri në 30% e moshës adolescente, ndërsa tek vajzat, tek femrat, është kjo përqindje diçka më e ulët, po i afrohet përqindjes së meshkujve, diku afër 20-25%. Domethënë kjo është një tematik që pastaj ndërlidh edhe problematika tjera, domethënë ato faktorët e riskut ashtu quajtur nga kjo, adipoziteti abdominal që e trajtojmë është një domethënë faktor risku ndër më të mëdhajat se sa një fëmijë apo një adolescent në rast se ka 5 kg më tepër nga mbipesh, nga lartësia dhe mosha që ka fëmia, nuk është diçka faktor risku aq i madh sa që është faktor risku vetë mbipesha apo pala e masës indirore nënlëkurore në pjesën e abdominit. Domethënë, kjo është një faktor risku që mund të rrit intolerancën ndaj glukozës dhe pastaj problematika tjera me veshkët, domethënë hipertensioni, edhe problematika tjera shëndetësore. Këtu kemi edhe ato pasojat që i themi të ashtu quajtur psiqike dhe shpirtërore që janë depresioni, anksioziteti, edhe ulja e vetbesimit tek një adolescent që është me mbipesh, sa i nuk është konkurrent apo i aftë të arrijë ca norma që mund të arrijë një fëmijë apo një adolescent që ka një peshë normale apo nën peshën mesatare që duhet ta kishte, ai fëmijë, domethënë edhe normat e edukatës fizike i përballon shumë mirë, edhe disa mbi ngarkesa fizike se sa një fëmijë që ka mbi peshë, kjo pastaj sjell ato pasoja tjera, domethënë mbyllje në vete, kërkim zgjidhje të ashtu quajtur në ushqim, që futet në atë ciklin vicios që i themi, që nga një problematik krijon edhe një problematik tjetër, pastaj mbyllja në vetvete,
një ndër problematikat tjera është edhe mbi përdorimi i pajisjeve elektronike, siç është telefoni, edhe pajisjeve tjera kompjuterike, lojnave, domethënë ikja nga aktiviteti fizik që na si mjek pediatër edhe mjek të mjekësisë shkollore që folëm, domethënë jemi ata që këshillojmë fëmijët të lozin jashtë, po jo me ta shtuquajtur tani pajisjet, domethënë edhe motorike që janë motorët, trotinetat që janë një ndër faktorët që sjellin edhe lëndime tek fëmijët edhe tek të rriturit, domethënë edhe lëndime që nuk pajtohen me jetën, domethënë janë lëndime fatale, që mos flasim këto lëndimet e lehta dhe lëndimet domethënë gjysmë të rënda, siç mund t'i emërtojmë, që janë të përditshme, edhe nga mos përdorimi i masave mbrojtëse, kapelës mbrojtëse, edhe mbrojtësit e bërilave, gjujve, domethënë edhe ato veshjet që duhet, që janë të kështu që pastaj këtu futet edhe sistemi shkollor, se nuk është atje. Tek na për shembull në Sloveni, çdo fëmijë në klasën e 5, në mos gabohem, ka domethënë merr patentën që vetë ta ngas biçikletën. Deri atëherë fëmia nuk lejohet në rrugë, sanksionohet nga se shifet në rrugë pa patentën e shoferit, domethënë për nga një biçikletë, edhe ata të ketë masat mbrojtëse që di ku renditet në komunikacion. Domethënë nga ajo moshë vijnë edhe këto masat mbrojtëse. Po duke marrë parasysh, kur edhe Slovenia sot në këtë moment që flasim nuk e ka infrastrukturën rrugore, edhe pse është aq e mirë, nuk e ka të përshtatshme për motorët që përdorin fëmijët apo adolescentët apo edhe trotinetët. Nuk i ka, lene më të flasim për teknaqa edhe krahas rrugët që i kemi, ashtu siç i kemi, për faqe zezë, po edhe domethënë komsorët nuk kanë ku ecin, edhe ku të ecin edhe biçikletistët apo me motoristët, apo edhe personat me trotineta që janë tashi në rritje të vrrullshme. Dhe për fund, doktor, cili ishte mesazhi juaj ose porosia juaj për të gjithë qytetarët të kujdesen për shëndetin e tyre, pasi ne nuk mund ta zgjasim jetën e qytetarëve, por të bëjmë diçka që të kenë një jetë më cilësore, më të shëndetshme, çfarë duhet kemë parasysh? Tash parasysh pak nga gjithë ata që folëm, pikat kyçe, po do të kisha thënë që një gjë, çdo individ, çdo pacient tek na, çdo fëmijë duhet kujdesen prindërit për fëmijë, adolescentët për vetveten, edhe prindët, të rriturit për vetveten. Kjo do ishte ajo thyrje e parë që të kujdesen për veten, për shëndetin. Pastaj vinë, domethënë, në çdo rrethan janë ata hallkat tjera të sistemit, po të ndërlidhim me bisedën, parandalimi, edhe pse duket ndonjëherë shumë më i shtrenjtë, po në mënyrë afat shkurtë, afat gjate, është mjekësia edhe prioriteti i mjekësisë slovene, që është mjekësi evropiane e zhvilluar, edhe mjekësisë botërore më të zhvilluar, është në parandalimin e patologjive, smundjeve, smundshmërisë, atë që folëm, domethënë për trajtimin e mbipeshës, se kur ti trajton një fëmijë me mbipeshë, e arrin ta menaxhosh atë fenomen tek fëmia, trajton gjithë familjen. Nesër krijon një të rritur, apo një nën, apo një prind të shnosh që do lind një fëmijë të shnosh, se edukon, parandalon pas 10 vitesh apo 20 vitesh një smundje diabetit, që e dim se smundje diabetit çfarë kosto kanë mjekësinë e sodit, e dim që smundjet e zemrës, të hipertensionit, çfarë kosto kanë në trajtimin botëror, e dim që smundjet shëndetësore, domethënë nga problematikat psiqike, edhe ato
shpirtërore, dhe më thonë qëfar trajtimi kanë, qëfar problematika zgjidhin, dhe më thonë gjitha këta janë ajo mjekësia futen në edhe imunoprofilaksa, po ta marrim vaksinimi, dhe më thonë parandalimi është ajo të mjekosh pasojat, siç fatkeqësisht ku nuk ke mjekësi të zhvilluar, merresh me pasojat janë më të shtrenjta, edhe fatkeqësisht pacienti është më i pakënaqur. Pse? Se ti thosh pacientit mjekojmë diçka që nuk e mjekojmë, është krejtësisht tjetër sa që ti thush një prindi këtë gjë e bëjmë që pas 20 vitesh ky fëmijë mos jetë i smur, edhe të jetë i shënosh, edhe do jetë i shënosh, po ul mbi peshën, të rrit aktivitetin fizik, të ketë orar në jetë, të jetoj shëndetshëm, të jetoj në të rrethanat e mirë konsoliduara, dhe më thonë, ka më mirë. Edhe fundi është nuk ke atë dindjen e trajtimit, dhe më thonë, hospital, që dim se si pastaj përfundojnë ato nga patologjit që folëm pasoj e këtine fenomeneve edhe në mjekësinë. Po ato janë të njëjta, edhe në mjekësinë pediatrike, pasojat janë të rënda, edhe në mjekësinë dhe më thonë të rriturve, që merren pastaj dhe më thonë deri në moshat e mëdhaja, që edhe moshat mesatare tash rritet tash, dhe më thonë thosh një plak, si që thoshin përpara në moshën 70 vjeçare, sot flitet për moshën 80-90 vjeçare gati. Dhe më thonë që janë mosha 70 vjeçare tek na në Sloveni llogaritet akoma re. Do kisha thonë e re në atë kuptimin se ki një pjesë goxha të mirë që janë akoma profitabil, punojnë në punë të veta, edhe janë zotët e vetvetes. Dhe më thonë tek aty fillon, dhe më thonë ajo varet tash. Nuk mund të flasësh për një punëtor fizik në atë moshë të jetë me një shëndet të mirë, po flasim për shkallat, dhe më thonë me një arsimim të mesëm ose të lartë, që kanë pas edhe kushte jetese, edhe punën diçka më të kontrolluar, sepse punëtori fizik dim, si që thot fjala popullore, lopata është do herë e lirë, sa është e rëndë. Po, pikërisht. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë. Ju dëshirojmë shëndet edhe shumë suksese në punën dhe emisionin të cilin ju e keni në trajtimin e atyre që janë më të shtretët për të gjithë ne, pra fëmijët. Falenderit shumë. Falenderit edhe juve për ftesën. Shpresojmë që fëmijët jenë të shëndosh, edhe ne si prind, si mjek, ta bëjmë punën tonë që të kemi gjenerat më të shëndosh, që mos të na ik jashtë. Sot kemi pas në Tetov, dhe më thonë, absolventiadën, dhe pas nesër mund të flasim sa mjek, sa inxhinier, sa ekonomist, sa jurist do ikin jashtë, sepse fatkeqësisht nuk kanë të kështu. Dhe më thonë, këto do ishin ato politikat shtetërore të mirëfillta, edhe na si mjek, politikat shëndetësore t'i bëjmë ato, edhe spitalet t'i bëjmë ata që dhe na ndihmojnë, jo ata që dhe na i fikin derën. Faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi. Respekt. Kënaqësi. Të nderuar shikues, ishte edhe ky edicioni më i ri i emisionit edukativo shëndetësor Bisedë me mjekun tuaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të shihemi javën tjetër. Deri atëherë mbetshi me shumë shëndet. Mirupafshim.